Përshëndetje nga Channel One. Dëshiroj të flas për diabetin dhe trupin tuaj, dhe në informacionet që do t'ju jap më poshtë, do të kuptoni efektin që ka diabeti në trupin tuaj. Më ndiqni. Diabeti dhe zemra juaj. Diabeti mellitus ju vendos në një rrezik të sëmundjes së zemrës, edhe nëse ju keni një pamje normale të kolesterolit dhe asnjë simptom. Diabeti mellitus ju vendos në një rrezik të sëmundjes së zemrës, edhe nëse ju keni një pamje normale të kolesterolit dhe asnjë simptom. Diabeti mund të ndryshojë përbërjen kimike të disa prej substancave që gjenden në gjak dhe kjo mund të shkaktojë ngushtimin e enëve të gjakut ose bllokimin tërësisht të tyre. Kryerja e palestrës me aktivitet të rregullt fizik të kombinuar me disa humbje peshe mund të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Ilaçet për uljen e presionit të gjakut shpesh janë ende të kombinuar.